Deri në 1990 kanë vazhduar punimet në të gjitha drejtimet. Deri në 90. Pastaj pas 90-s u ndërpren gjithë llojet e punimeve, pastaj filloi ajo historia jon, prishja e çdo gjëje që ishte ndërtuar. Kështu, plani u llogarit përfundonte gjatë 45 ditëve. Dhe çfarë parashikonte? Plani parashikonte që të ndërhynin forcat shqiptare në 3 drejtime. Forcat kryesore rreth 65% do të ishin në drejtim të Kosovës, 10-15% në drejtim të Maqedonisë dhe 10% në drejtim të Malit Zi. Ishim parashikuar që përveç ndërhyrjes tonë, aty të ishin ngritur njësitë guerilje, qetat e vogla, që do ngriheshin në rajone të caktuara dhe ishin caktuar dhe vendet ku do furnizohen, ku do u vënë armët, njerëzit që do marrin pjesë të gjitha. Nga Kosova do angazhoheshin si fillim 30 deri në 40.000 veta dhe numri i luftëtarëve vendas do arrinte 150.000 veta. Pa ky ishte plani. Ky ishte plani. Nga neve do shkoni 220 deri në 230.000 veta që do ndërhynin dhe do krijohesh një ushtri e përbashkët kombëtare për të mbrojtur Kosovën. Njëkohësisht edhe këto pjesën shqiptare në Maqedoni dhe në Mal të Zi. Një pyetje, sepse kam hasur shumë, tani gazetat nuk është se printojnë më, por kur ka qenë printi shumë aktiv dhe gazetat printoheshin, kishte shumë diskutime për etapa të ndryshme, sidomos ndihma që ka dhënë Shqipëria në krijimin e UÇK-s. Por te pjesa e vrasjes së Jusuf Gërvallës dhe eksponentëve të tjerë që ishte gjenerata e parë që erdhën u trajnuar. Këta ishin elementet e parë në Shqipëri. Por edhe arrestimi i Hashim Thaçit, se ka shumë njerëz që ndoshta nuk e dinë, Hashim Thaçi ishte arrestuar në Shqipëri gjatë viteve 90 bashkë me legjendarin Adem Jashari. Adem Jashari kanë qenë në burg këtu. Janë arrestuar 93-94 kanë qenë në burg. Nga shërbimi sekret, nga shiku i asaj kohe. Nga shteti i asaj kohe. Nga shteti i asaj kohe. Sepse zbatoheshin porositë që vinin nga Beogradi. Këta janë element të rrezikshëm për Jugosllavinë, prandaj do i dënonin dhe i futën në burg. Pikërisht këtë pyetje ka patur në informacionet tuaja, se këto janë informacione ndoshta klasifikuara dhe nuk ka dokumente, por ka patur depërtim të UDB-s në rrënjët e politikës shqiptare vitet 80, 90, 2000? UDB-ja ishte një shërbim i fshet shumë i fuqishëm. Do më thënë vinte pas shërbimit të fshet rus, KGB-s, dhe pas CIA-s. I treti llogaritesh UDB-ja Jugoslave. Ata futeshin në forma nga më të ndryshme, është natyra e shërbimeve të fsheta për të marrë informacionet që i duhen shtetit të tij. Nuk ke pse e kundërshton ose të dashu. Po ata të themi disa të vërteta ose ai sa dihet. Domethënë kam qenë aktiv në Shqipëri ata? Kanë qenë aktiv, po këtu kishte një gjë që ata dekonspiroheshin shpejt sepse ne merrim informacione edhe nga Jugosllavia. Ne kishim shërbim të tillë që merrim të dhëna deri nga qeveria Jugoslave, nga qendra në Beograd. Vinin informacione të ndryshme dhe këtu janë dekonspiruar, janë dënuar Ka patur? Po, janë dënuar. Cilat vite janë dënuar nëse mbani mend? Gjatë gjithë kohës. Tani ndërmjet dënimeve mund jenë dënuar dhe njerëz të pafajshëm, që ashtu se kanë shkuar me tjerë, por sigurimi jonë i godiste. Njëkohësisht ne kishim krijuar bazat tona informative për shembull në planin shpërthimi llogaritesh që komandanti i divizionit të Kërçovës punonte për neve. Dhe ai kishte marrë përsipër që divizioni i tij, që ishte shumica me rezervisht shqiptar, t'i hapte rrugën ushtrisë shqiptare drejt Tetovës dhe Kosivarit dhe Strugës. Por flasim për shtetet maqedone apo shqiptar? Ai ishte shqiptar. Unë ja kam harruar emrin, ishte general. Ai kishte marrë përsipër që ka qenë patriot. Patriot. Me sulmin e parë që do bënte ushtria jon, ai divizioni do i hapte rrugën ushtrisë shqiptare që mos kishte asnjë pengesë në. Më ngasmoni pak që thatë Shqipëria ka patur agent që punojnë për sigurimin e shtetit edhe në qeverinë e Beogradit. Po, ne merrim informacione të plota gjatë gjithë kohës. Para se të bëhesh plani shpërthimi, Kadri Zbiu, ministri i brendshëm, në
78, më duket, bën një studim të plot të gjendjes në Jugosllavi, sepse ju thash që pritesh titua të ikte me sot me nesër. Dhe një materiali mund të ketë qenë rreth 50 faqe me fakte, me informacione të hollësishme, ishte dërguar udhëheqjes së shtetit Enver Hoxhës gjendja në Jugosllavi dhe parashikimet tona me analizën që ka bërë Ministria e Brendshme të asaj kohe. Mbi këtë bazë u hodhi ideja e përgatitjes së planit shpërthimi, i cili u realizua në vitin 1980. Plani parashikonte, ju thash, 220 deri në 230.000 veta që do... Sa u trajnuan tek etapa e parë, viteve në 80 dhe çfarë mund themi pas për ardhin e Adem Jasharit? Në fillim të viteve 80, ju thash që elementet e parë kanë qenë këta, duke përfshirë Jusuf Gërvallën edhe emra të tjerë që nuk dihen. Janë ruajtur. UDB-ja këta i ndiqte në çdo vend të Evropës dhe mundohesht i eliminonte në forma nga më të ndryshme siç i eliminoi. Këtu vinin elemente të tjerë. Përgatiteshin, merrin informacione, u jepeshin të gjitha mundësitë që të kishin mundësi të organizonin njësitë guerilje të vogla në Kosovë me kalimin e kohës. Kjo ishte ideja. Paralel do ngrihesh dhe një forcë politike që do vepronte jashtë shtetit, domethënë në Evropë, si forcë politike organizuese për çlirimin e Kosovës. Dhe kanë ardhur vazhdimisht element nga Kosova këtu që merrin njohuri politike, ushtarake, informative, në gjitha format, teorike, praktike, çdo gjë. Unë kam patur një rast në vitet, nuk e mbaj mend vetë, 81, 82, kur këtu vinin grupe të ndryshme, edhe marksiste-leniniste nga Afrika, nga gjitha anët. Po është një tjetër diskutim. Dhe ndërmjet të tjerave merrnin njohuri edhe për armën e kimisë dhe armat e dëmtimit të masë. Dhe unë në atë kohë me këto grupe kam dhënë mësim për lëndët helmuse. Rastisa njëherë ku ishin ja 5-6 vetë të veshur si rezervist, nuk ishim të drejtë që të komunikonim me ta, pra asnjë, vetëm bënim ato mësimet që duheshin, në i pyeti që bënin ata. Dhe ky grup e shikoj që flisnin shqip. Dhe ne s'kishim të drejtë, as të pyesnim, as të kërkonim informacion, ne vetëm zhvillonim mësimin. Ky grup ishte instaluar tek drejtoria e zbulimit tek pallati i brigadave. Ishte një aneks aty ku ishte radio zbulimi, kishte edhe një bibliotekë shumë të mirë atje, dhe unë shkoja shumë herë atje te biblioteka se kishte libre nga më të ndryshmet për të lexuar. Kisha edhe shumë shokë që kishin mbaruar paralel me mua matematikën, fizikant, aty si punonin elektronistë, inxhinier elektronistë që punonin në radio zbulim. Dhe aty ishin dhe këto grupet, mund të ketë një grup i parë, rreth 5-6 veta më duket, të asaj koha. Dhe më vonë mendoja që këta duhet ishin kosovarë. Në atë foluri nga gjithë aty, por pa i pyetur dhe pa kërkuar informacion lartë. Do më thënë, në vitet 80 janë përgatitur element të caktuar këtu që të ishin të gatshëm nesër pas nesër për ngjarje në Kosovë. Vim të vitet 90 dhe te Adem Jashari, që ishte ndoshta një nga njerëzit i cili ishte luftëtar, shumë trimi, pa hepur dhe jetën. Çfarë mund themi për trajnimin e tij dhe vitet 90? Pas viteve 90 këtu filluan të vinë grupe të mëdha, 50-60 veta. Adem Jashari ka qenë në grupin e tretë. Dhe stërviteshin në Zallher, tek Regjimenti i Zbulimit, në Biz, edhe në vende të ndryshme, bënin stërvitje nga më të ndryshmet. Do më thënë, ata punonin dhe në rolin e ushtarit, në stërvitje, në të gjitha, dhe në rolin e komandantit.
merrni një njohuri të rregullta, të mira.